Autoriteti kombëtar i ushqimit në qarkun Shkodër ka zhvilluar kontrolle në 30 subjekte të tregtimit të mishit, nga të cilat 4 kanë rezultuar me probleme në dokumentacione dhe cilësi. Aktualisht kemi bërë monitorim në disa subjekte tregtim mishit dhe kemi konstatuar vetëm në 4 subjekte probleme me tregtimin. Janë marrë masat tona të nevojshme deri në bllokim të aktivitetit. Për 4 subjektet është bllokuar një sasi mishit rreth 124 kg dhe janë marrë masë administrative për shkeljet të dispozitave ligjore, mashtrim konsumatorit dhe është marrë masë për bllokim të subjekteve për kushtet higjieno-sanitare. Në qarkun Shkodër janë monitoruar dhe kontrolluar rreth 30 subjekte tregtim mishi, për punim mishit dhe pikat e shitjes. Kreu i AK-s në Shkodër Ramir Haderi thotë se qëllimi është ndalimi i përhapjes së mëtejshme të sëmundjes sumurtajes tek vend në bashkëpunim me institucionet e tjera, ndaj po zhvillohen kontrolle në rrugë, tregje dhe pika kufitare. Jemi në punë me mbi bazën e aktit normativ 24 orë, si në pikat kufitare dhe akset kryesore ku mund të ketë tregtim të kafshëve dhe probleme të përhapjes së sëmundjes, ashtu dhe kontrolle në pikat e shitjes. Për momentin, fokusi i AK-s në Shkodër është tregtimi i mishit për shkak të përhapjes sumurtajes në disa qytete të vendit, por në të njëjtin kohë po vjen puna dhe për sigurinë ushqimore përgjatë këtij sezoni turistik me kontrollen e subjekteve të ndryshme në qarkun e Shkodrës.